A jena gati? Ali, Bekim? A jena gati? Regjia? Apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shkues të nderuar, asalamu alaykum. Ne vazhdojmë me emisionin ton, podcastin ton Merr Frim. Mysafir sot e kemi hoxhën e nderuar Enver Azizi. Mirë se erdhe hoxh. Mirë se u gjeta. Si po kalon? Elhamdulillah, shqirë Zotit mirë. Sa po kjo orë prej hoxhit? Si kalove? Mirë, elhamdulillah, mirë, shumë kena kalu mirë. Alhamdulillah. Shumë mirë, elhamdulillah. Tema me juve hoxh që kena me diskutu sot është martesa, me që jemi në stinën e verës, Para darsmave sen. Kështu që ta shtjellojmë këtë tema e martesës. Pikëspari, si pyetja e parë që e kom nënvizu këto është, çka thot Allahu për martesën? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mendoj se tema është e qëllume që ka nevojë të folet rreth kësaj, se martesa nuk është vetëm trip, por është një piknisje e një jetës së re, se njeriu kur martohet e fillon një fazë tjetër të jetës. Deri aty që martohet ka qenë i lirë. Ka heja sa shëtit, pa përgjegjësi, kur kush si ka lip azon llogari. Sallamadije ka pas jetë. Po. Llogari, ajo jetën e ka çuar në rrugën e Zotit, krejt, Absolut, po përgjegjësi nuk ka pas. Për kur gjë. Prej martesë fillon përgjegjësia, se deri aty që e martuan, dikush ka kujdes për ti. E prej atë ti fillon me u kujdes për dikan. E nuk është njësoj sikur kur kujdeset dikush për ty, edhe ti kur duhesh me kujdes për dikan. E tash, masi duhesh me kujdes për dikan, edhe pyetjen të cilën e banën çka ka thonë Allahu për martesën. Allahu ka thonë në Kur'an: "Wankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum." Ka thonë ato trit, të cilët janë pa martu, beqart, martoni. Po ka thonë edhe në vazhdim edhe robët, edhe robreshët, të cilët janë besimtar të mirë, martoni edhe ato. E tash djemt, secili bab mundohet me martu djalin. Ka dëshirë sa më herët ta martoj djalin. Pa marrë parasysh me çfarë qëllime, mirë apo ka dëshirë sa më herët ta martoj djalin, ta shoh një gëzim, ta shoh një nusën në shtëpi, ta shoh nipa në shtëpi, apo ta shoh që djali pak më shumë të jetë i kujdesshëm për familjen. E njëjti rast është edhe për vajzën. Ka dëshirë baba ta martojë vajzën sa më herët, ta rahajtojë, t'ia xhojë venin e mirë. Mirë, po pash këtu e ka përmend edhe robët edhe robreshët. E tash pse Allahu i ka përmend robët edhe robreshët? Tash në kohën e Muhamedit alayhis salam ka pas rob. Tash nuk ka rob sikur atëherë që ka pas. Një ndërhyrje këtu, se mundet me ndodh këtë shkuptim, rob dhe robresha ka pas në këtë botën përpara, jo vetëm në kohën e pejgamberit. Sklevrit, edhe në perandorinë romake, perandorinë bizantine, u konë normale në atë botë. Tash mundet mu punëtore, a upton? Tash ka në forma të ndryshme. Forma ndryshme, po. Në forma të ndryshme. Jo, a di pse se ka këtë se mundet me dalë dikush me thonë, jo musliman me rob, keni po. Të gjithë ka qenë, po. Ashtu vërtet. Të gjithë u konë, edhe në Vatikan, edhe në Rom, edhe në gjithë konë botë u konë, çështu u konë trendi asaj kohe. Po. E tash mirë po, në Islam robët kanë një tremtman ndryshe sikur në qërat shoqëri. Absolut. Se ka ajete, ka hadise, ka për ata. Muhamedi alayhis salam ka pasën roba, më thotë kur robët nuk i kam rënë një shuplak apo me maltratu apo diçka. Mirë po, tash në kohën moderne ka disa lloj robëria pak më ndryshe. Po sjellni një shembull. Po. Ti je gazetar. Me të thirr dikush me punu çoban, ta garantoj se rrogën e kije 2 fish më të madhe se shka je gazetar. Pse ndodh kjo? Se çoban nuk shkojnë njerëzit me punu shumë, edhe lipët, shumë çoban lipët. Nër 1.000 euro rrogë nuk ka çoban. Kur kush nuk punon nër 1.000 euro. Pse është rroga e madhe? Se është puna e tillë çka edhe i martuar edhe çoban është pak ran, se delja ka angazhim të madh. Shumë e vërtetë. Ka angazhim të madh. E zakonisht çoban shkojnë do njerëz që janë pa martuar. E tash në kohën kur kishin të na dele, kur ruishin njerëzit, edhe mirshin çoban. Edhe më kujtohet shumica e çobanëve që kanë qenë pa martuar. E tregon dikush, thot, e kishmi na çobanin,
dhomën e ka pas, atje ku e kanë pas atë argaqin e dhanëve, dhomën e ka pas, ja kina qu bukën, ja kina qu ujin, e kina këshirë, se ashtë ma mirë, rogën ja kina dhonë krejt, a mo ki gjali i ri tash thot unë e mendoj, pse çobanit nuk i qëshmi ujë më pasru dhe njëre. Ata tursh s'ka pas me kofa, me kusin kanë bajt ujë, 6 muaj verë, ka shku i ka shlu dhënt, i ka kullot, i ka prun, i ka kullot, i ka prun, s'na ka shku menja dhe njëherë kja, be, mundet me qenë gjënob, i pa pasra, po ka nevojë dhe njëherë për ujë, hiç tot se kena pas këtë dert atane nga neglizhenca e kanë lënë, jo që kanë dashur mi bën zullum atij. E qartë. Po se kanë menuar shumë. E tash kur e kije një rob në shtëpi, një shërbëtor apo diçka, Allahu ka urdhëruar jo vetëm se me ushqeje, me ia dhon rrogën, po ti ndihmojsh për martesë, mos me lëm pa martuar. Sukur gjalin tanë çka kije dëshirë me martu më herët, edhe robin me pit a don më martuar. A kije nevojë më martuar? Çka duhet me ndihmu më martuar? Për martesë që mos me lën se kja ligj i Zotit në tokë. Allahu Ademin a.s. kur e ka çu në tokë, më njëherë ja ka çu gruën edhe Havën, radiallahu anha. Për çka? Mos me tu njeri vetëm. Me u zhvillu njerëzimi, zhvillohet me martesë. In yakunu fuqara yughnihum Allah min fadli. Ai nështë është fukara, janë fukara, po Allahu thot kam i begatu për të mirave të ti. Do thot edhe burri, edhe gruaja e ka rrezikun e vet. Duke qenë barkun e nanës, edhe ati, edhe asaj Allahu ja ka caktuar rrezikun, edhe pse janë të varfër, ndoshta me martesë, ato do të zhvillojnë jetën e tyre. Pra, pse është i varfër, a me met njeri pa martua, tash shka me bon, pasanikët kanë pare, kanë villa, kanë banesa, në të martuat, e fukarata mos më martu? Jo. Njeri ati ku jeton, ati e gëzon jetën e vetë. Martohet e nin rahatin shpirtërore. E çka ndodh thash në martesë? Allahu thot, o min ajatihi, pishenjave të madhrisë Allahut, en khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ju kam kriju juve gra nga lloji juaj. Për çka? Li teskunu ileha, përgjigjen e Allahu me njëherë aty, çka ju gjonin mprehje, pushim, qetësi shpirtërore, se njeri del ditën mëngjes pi shtëpie, del në punë, punon me biznes, punon me lloj pune ndryshe, ku me di çka ka, edhe tash, pas në ballafaqime me njerëz, me probleme, me gajle, me derte, gjithë ditën ai është i lodhur, i preokupuar me problemet e jetës, edhe qetësien ku e gjon, kur vjen te shtëpia edhe ulet me gruan i ban 2 muhabete, atë e gjon atë qetësi shpirtërore. Li teskunu ileha. Edhe një fenomen tjetër çka ndodh, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Mes juve Allahu ka kriju thot dashuri edhe mëshirë. Në martesë 2 gjëra ndodhin. Dashuri edhe mëshirë. Dashuri njeriu mundet me pas edhe me një grua të cilën e ka jashtë kurorës, jashtë martesës, që thojmë na shfalerk, mundet me pas dashuri. A mëshira ku ndodh? Vetëm se ajo gruaja të cilën e ki në kurorë, e ki bon nikah, se ajo pjesë e jotja. E tash, si ndodh mëshira? Ti ose unë pa martu kur kena qenë. Nëse i ka ndodh grave tona diçka dje, dhe një ekses, që kështu me thonë, pa i një vajzë si pa ndodh një diçka, nështë ta mërzitësh pak, po kur gjon heq. Apo neve me na pas ndodh diçka, një ndeshje, apo një diçka, e filan gjallit i kish ndodh një diçka, e nin, këtë dhimbjen, kur e morim një lajm në Facebook, apo në rrjete sociale, dikon se i ka ndodh dikuj diçka, gjitha dhimbën. Mirë po, mas martesës, burrit një gosht e vogël me hin kam apo në gisht, gruaja e nin dhimbjen. Edhe gruas krija i dhem pak, burrit del në rrugë i mërzitshëm. Për çka? E lash gruan smut të shtëpia. Kjo është Allahu ka lëshu dashuri edhe mëshirë. Shumë sqarim i mrekullueshëm. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Këto punë kush i kuptojnë? Kuptojnë njerëzit të cilët logjikojnë, njerëzit e mendshëm. Pra Allahu është çka ka thonë për martesën, çka ishte edhe pyetja e jote. Allah shpëlbej, hoq, shkojmë tash çka thot pejgamberi për martesën sallallahu alaihi wasallam.
kena dyse hadithe të cilat na rekomandon apo na sugjeron pejgamberi alayhis salam për me u martu, jo me një gjithmonë njëri pa martesë. E një prej tyre thot tanakahu takatharu. Martonu edhe shumonu. Pse ka përmend këto edhe me u shumuan? Zhvillimi i shoqërisë me çka bëhet sot? Bëhet me djem, me burra. Nëse dojmë me u zhvillu ekonomikisht, çka na duhen? Na duhen fuqi punëtore. Nëse është dikun dhe një kompani tash, merre si shembull, e cila ka sukses, ka arrit në biznes të madh sot, studioja të kaluamën, 5 vllazni, 4 vllazni, 6 vllazni, krejt ndodhin këto edhe çojnë kompaninë të para. Nëse ka qenë një djalë, shumë e ka zor ai me u ngrit në biznes. Po kur janë 4 vllazni, 5 vllazni, edhe kanë marrëdhënie të mira mes veti, kompania tjera shkon të para, bon milionera, miliardera, multimilionera, mund më bon, nga se fuqi punëtore kanë. Të nakehu, të kathëru. Thot, martonu, shumonu. Edhe fuqia punëtore, populli zhvillohet me njerëz, me rini, me fuqi punëtore. Po edhe mbrojtja e shtetit, e vatanit, me shka bëhet? Me ushtri. Bëhet me ushtri. E tash, popullit i duhen edhe punëtor, edhe ushtar. Fe inni mukathirun bikumul umemu yawmal qiyame. Thot, unë do të mburna me juve në ditën e kiametit me popull të tjerë, se kam pas unë numër të madh të kujna. Kam pas numër të madh të ushtarëve, punëtorëve, muslimanëve, njerëzit të cilët janë shumu. E këtë Muhamedi alayhis salam pastaj çka ka thonë? An-nikahu min sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Martesa, nikaj, kurora, si dush quje këto sinonime, thot është nga suneti im, nga tradita ime. E ai i cili nuk e ka kri nikajin, ai nuk është prej traditës time. S'ka thonë që nuk është musliman, ai prapa musliman, ama nuk e ke ndjek rrugën e Muhamedit alayhis salam. Edhe porosia tjetër çka thot? Ja ma'shara shababi, o ju rini, i drejtohet rinis. Men istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ai i cili ka mundësi, el bae, çka kuptimi i kësaj? Ka mundësi fizike, edhe ka mundësi psiqike, i ka mundësi të ketë për më martu, ka thonë në të martohet. Për çka? Fahinnehu aqaddun lil basar wa ahsanu lil farj. Kjo është forma më e mirë me rujt sinin pe haramit edhe me mbrojt epshin prej punëve të këqija. E tash, nëse si kije mundësit, këto nuk i kije këto mundësi, fe alejhi bis saumi, ka thonë atëherë në të agjeroje. Fe inë, për çka? Ajo thot e ul epshin e njeriut. Pra me agjenu, po nuk duhet me prit njeri me ardhër në këtë deregja, po në këtë shkallë, po momenti që ti po të më martu, mës me nejt asë një ditë pa martu, sa më herët me kri një akt të tillë, me fillu i pjesën tjetër të jetës. Hoq, kur e ceke parzit e shumimi, do më thonë, shta bukur feja islame në ka urdhnu, do më thonë, martohuni dhe shumohuni, bëni fmi. Mirë po, kove të fundit është bot trend jetesa me të qenë në përshpia. Nuk ka bash trend të ne shqiptarët, po ka fillu. Fileset e para kanë nis, do më thonë shohim në për sheshe, në për sen, i opin në rëndësi jetës me të qenë. Kjo në Evropë është më, e ka te kalu dhe trendin, po te ne ka fillu kjo. Si e kështë komentu këtë? Duhet sa ma largë me nej traditave të huja. Ashtë tradite e huj, men të shëbbehe bi kaumin, fe hua minhum. Kush e ndjek, thot, një popull, një tradit një popull, a i mo ka nisë më bonë së kur ata. A janë shpetire. Kjo nuk shkon ati për aty ndryshimi, po ndryshimi ven kapak nisë. Po nuk ka vetëm të popull shqiptarë, që kam kara ma interesant edhe më ka ardhë keq. Po, dhe? Një sen si vetë në haqë. Po. Une kam qenë në Medinë gati 9 vite, kam jetu atje. 8 vete gjysë. Kur qenë s'kam pa, as në rrugë, as në shkretin,
majmuna në shkretin, po, sa dush ka. Majmunët janë sikur dhenë, si bilik i shaf në për shkretin. Po, ka Taifi duke shku njerëzit, kur nisën pi Mekë me shku në Taif, tash apo udha avtoban, përpara ka qenë vetëm një kahje, do me thonë, kështu më vinë kerët, ka pas mësi edhe më ndalë, njerëzit u ndalshin, bleshin banana, edhe majmunët vishin të kerë, ju ipshin banana me hangër. A mo që janë nuk kam pa. Isha në taksi, unë e hipt, a gje u nalë një kërë tjetër, kur e I të folë për si vjetë, apo? Si vjetë, tash në haq, e kish pas një qenë. Në kërë. Kjo mu më ka brengos shumë, pse... Arab ishin ato amë? Arab. Tash, më mërmenja se Arab, nuk e di kush ishte në kërë, mo, gjomin qelë, një qenë një bardh ati, kjo më preja ki muse, kur ta shofe dikush tjetër, ja nisë edhe aj. Kështu vinë kadal këto traditat huja, dhe me thonë e preferojnë jetën me qenë, a nuk e preferojnë jetën me fmi. A të Arabët, sa ma shumë fmi. Unë kur po takona me njerë sa fmi i kje me të një Arabë, a veç 3? Po be veç 3 i kam. Se ato 7, 8, 10, tërma e kanë tradit. E pse hoqë kjo ndodhë, për shembull, i na tu folë për globalisht, dhe me thonë në Evropë të një, pse dëshira e madhe e flakt me jetu me të qenë, e jo me pas përgjithësi për shembull me fëmijë me jetu, mu knaqë? Tash jeta jonë është jetë luksi. Kena qef me pas pak një luks, pak ma të mirë, pak përpara nuk e kanë këshirë shumë këtë punë. Më një par papuqe kanë hesë, këtë njoni ka shku në shkollë, tregoj ke një djalë tha u qosh minë saba, cili i pare t'i veshe qerap, se s'kishmi për kejt qerap, 5 lazni, një 2 heqim pa qerap shkëshin shkollë, ashtone. Po, mira mo tash, s'po kena dëshirë na që ashtone, një t'ja bajnë kushtet, t'ja bajnë ato, t'ja bajnë, po, tash kejt ka një djalë, dhe shumica kanë shku në Gjermani, kejt kanë me atë pa gjemë. Luksi jetës e ka vonë, nuk podojmi shumë edhe përgjëtësi me pas. Dhe pas, se kër e kitë qenin, s'ki përgjëtësi me që unë në mbëllonë të sena në këne, e le që ati me një qësh. Hoqë, pytje e tretë është, cila është mosha ideale për martesë? Këshire, këtu në islami, feja nuk ka caktu dhe një mosh kur më u martuan. Por, prej kur t'hijen në belik, nash gjalli, nash vajza, ato mujnë më martu. E tash mi pyt mjekt, ato e tregojnë dhe një mosh, ku nash ma mirë. Mi pyt ginekologt, edhe ato e tregojnë ku nash ma mirë, në aspektin shëndetësor, në aspektin fizik. Mirë po këto të na, duhet me këshirë në islam, ashtë janë disa, kur t'i studiojmë kejt hadisat rreth kësaj porosit, duhet mosha ideale kur njeri është i pjekur fizikisht, psikikisht, edhe socialisht, apo si me thënë, ta dije se unë më jam martu. Ku e përmenëm edhe më herët, se ai duhet me ditë se mu merë përjetësi, duhet mu kujdes për dikan. Jo me pru gruen të shpia, edhe gjalli nuk e di se çka bëhet në shtëpi. Mosha ideale, kur të pregaditet ai në këtë që to pregaditja t'i bëjë, edhe që t'i gatshëm me majtë grue në shtëpi, që mos me morë në qafë një grue me prunë të shtëpia edhe me lançet, e hajtë çka dojnë të bënd, edhe nesërim të eka, thotë punë, për çka ka marrë këtune, edhe shkova, ndodh shkruazimi, ndodhin problemet, ndodhin telashet. Mosha ideale tamam kur pregaditet njeriu, po jo me shtin shumë martesën, pak më herët. Apo po e lidhim më në çështje unë me Arabien, se kam jetuar një kohë atje dhe shkoj shpesh edhe çdo sen më lidh me Arabien atje. Prej kur ishmi në studime, gjithmonë hoxhallarët folshin që mehrin, ai dhurata që ka jepet për martesë, me qenë më e ulët, se njerëzit atje nuk po martohen, shumë me vonesë, se vajzët lipin mehr shumë. Çmimi i nalt, duhet me punuaj shumë kohë, 20.000 euro, 30.000 euro mi mbledh vetëm për mehr, e darsma tjera edhe përvanohet martesa, a hoxhallarët bajshin apel, sa ma shumë ullën e mehrin, që të martohen të rritë. Mirë po, edhe ato e nin vejtën vajzët pak si kërkojnë shumë, që ato pënodhin ato probleme edhe po shtinjat martesa. Po agje edhe pse shtinjat martesa, nuk kanë mundësi me ranë harame, se ashtu është
jeta, ambienti, ajri i cili don me ra në haram, atje e ka shumë zore ka. Kurse në vendet tona, në Evropë, këto nuk duhet me prit, që asë shka pritin atje, sepse jetojmë më një vend ku shumë let mundesh me ra në haram. Për më mbrojt për kësaj, sa më herët, a hini në bilik, a hini në moshën madhore, qoftë vajza, qoftë djali, një dit e më herët me ndodhë kjo, tash normal që ka përgjithësi pak ma shumë, po e ruan edhe vetë vetën prej shumë gjanëve. Në më dhëmë përgjigjen është sa më herët. Po. Hoq, disa zgjedhin shumë në aspektin e bukurisë. Edhe e vanojnë martesën. Dojnë me konë gruaja e ardhshme shumë e bukur. Po edhe gruaja do me qenë shumë i bukur burr. Aspekti i bukurisë gjatë martesës. Zgjedhin shumë. Tash njeriu duhet me zgjedh, po i thojnë tash në kohën më tjere, partnerin e jetës së vet. Se me qatë gruje kije me jetuën gjatë. E tash, si dush me jetu gjatë më një grue, dush me ditë karakterin e saj. Edhe që ka thot Muhamedi alayhis salam, tun kehul mar'atu li arba. Gruajnë e martojnë 4 gjana, apo martohet për 4 gjana. Li maliha, wa jamaliha, wa nasabiha, wa diniha. Dikush ja këshir bukurien, dikush ja këshir pasunian, dikush ja këshir familjan, dikush e këshir feja në saj. Fadhfar bidhati dini taribet yadak. Shqasha ka moral dhe ka karakter. Se këtë të tjera që janë kalimtare. Mundesh me moni nuse pasanike, një familje pasanike, mirë po pasunia ven edhe shkon. E merë një bukur, për dhe bukuria, shkon një kohë edhe ajo kalon. Po kur nuk yll i botës me qenë gruja, kur nuk kije rahati shpirtrore, bukuria zvlen kur gjon. Miliona me pas gruja, kur s'kije dashuri me atë, me zemër, kur nuk e don, nuk vlen kur gjon hiq. Mirë po, kejt këto mundet me pas gruja, e bukur jo, fukara me qenë, e familjes, nështë jo familje e mirë. Mirë po, kur e kije ti pajtimin me atë, kur e kije dashurin me gruan, ato qerët bin poshtë. Ki muhabet bin krejt poshtë. Tash është për lidhje më një sen tjetër. Në kushtet e nikahit, apo të kurorës, është edhe uali. Çka uali? Kujdestari. Vajza e ka ndalume me bon kuror, pa e pit kujdestarin e vetë. Kusha kujdestar? Baba. Nëse nuk ka baba, i ka vdek, është mingja, vllavi, apo kusha maj afërt i saj. Për çka është kujdestari? Sepse i rivi, apo e reja, e shë botë ndryshe. I rivi e shë një vajzë e bukur, thot, që kjo kana për mu vajzë. Apo vajza e shëf një gjallë, e ka një kerë, apo ja ka morë dikuj sa për në matur me dala ditë, e shëf një kerë të mirë, ki gjallë kjen ka i mirë, edhe shpejton martes. Kurse baba, qoftë baba i gjallit, qoftë baba i vajzës, ai e shëf pak më ndryshe jetën, se e ka kaluan atë fazë. E kur e kalon të atë fazë, e din se ku mundet me gabu djalli, edhe për atë është kusht që edhe baba të flase për vajzën, që mos rrëshqase vajza me shku më martu më një djallë, i cili mundet me keqpërdor dhe me edhe e keqpërdor, apo edhe djalli edhe vajza. Për atë shkak duhet më këshir edhe familjet që janë të ridikun barabar, që për ka karakteri, ka morali, ka feja, ka dini, të janë dikun deri barabar të përputhën, që jeta atyre të shkoje mirë, mos jetë kontrast. Edhe pse ndodh dikun, ndoshta vajza ka qenë shumë besimtare, namazit e fesë, ka shku më një familje jo fetare, por kur ka shku ati, këti ka shku më fale. Ose vajza ka qenë një familje dikun jo fetare, po ka ardhë a bon fetare të ki. Kryesore është që mos me shiqu njëri vetëm këtë bukurien e këto aspekte tjera, po me këshirë atë cila ka karakter, moral. Ama dhe bukuria që duhet me zgjedh, apo? Edhe bukurien po me zgjedh, ama jeta është e gjatë. Tashti, me mon një kërë i cili është një gjirost. Amo motorin e ka, viran, mrenda e ka. Nisësh për të lënë rrugë, po një kërë i cili nuk e ka, nështë të në gjirën shumë bukur, po motorin e ka të fort, ai çon.
gjatë. Jeta është e gjatë. Absolut. Shumë këshilla është shumë e vlefshme, mirë po feja nuk e ndalon edhe bukurinë me. Jo, nuk e ndalon. Më thonë me konë se vetura edhe e nxjerros të mirë, po edhe motori me konë. Këtë mira, po nuk duhet më u bazu shumë në atë. E qartë. Vetëm bukuri. Tash shkojmë në pjesën tjetër, disë zgjedhin shumë në aspektin ekonomik. Do me thonë, gruaja do burri tjetë shumë i pasur ose i qëndrueshëm, nëse është pa punë, largopi atje, apo kupton, aspekti ekonomik gjatë përzgjedhjes në martesë. Po edhe burri këshirë, do me thonë, me konë me letra, me konë e jashtit, me konë me inimu gruaja burrit, do me thonë, këtë e kundërta. E pata qëllimin që gruaja ta këshire burrin ta ketë pasonik, edhe burri gruan pasonike. Po da aspekti ekonomik gjatë përzgjedhjes në martesë. Lakmia ndaj pasurijës, kush do e në thoje, ketë e kanë këtë lakmi. Sidomos rinia lakmojnë ta kenë jetën pak më të mirë, të ketë ardhurat mira, të ketë sukur të bukuria që ka përmenëm, e njëjtë është. E njëjtë edhe kjo edhe të pasuria, e këshirë vetëm aspektin ekonomik. Mirë po, rahatin shpirtërore nuk mundet me gjetë të aspekti ekonomik. Mundet me qenë ndoshta fizikisht pak ma mirë me shku të një burr i cili janë pasonik, ose me morë një gruje pasanike, ndoshta ekonomikisht je pak ma mirë, po nuk e kije atë rahatin shpirtërore. Njeri për çka këshirë me bon shtëpinë e mirë, për çka këshirë me bon mjetin e mirë, për çka e zgjedh kojshien e mirë. Çish i ka thonë Muhamedi alayhis salam? Ka thonë muslimani ja rahat kur i ka çdo gjana, shtëpinë e gjan. Kur ke shtëpinë e gjan, lirisht i thu dikuj bujrom e pim një çaj, po kur s'ke ku me çuën e nin në ngushticë në shpirtin tan. Kur e ka kojshien e mirë, kur e ka gruan e ndershme, edhe mjetin e udhëtimit mirë. Këtë këto sena njëri duhet me punu, mi bo që me arrit kënaqësinë shpirtërore. Po jo më kon ajo ekonomia bazë e çdo shkajt. Sepse kur i martu ke qenë ndoshta fukara, ama në ndërkohë i pasunu. Po dikush a martu me dëni gjallë pasanik, zengin, ama shpejt ka ra se pasunia është relative të njerëzve, her hip ekonomia, her hip, her be. Ashtu është jeta në faza. Nështë e gruja, nështë e djali. E pra shkak nuk duhet shumë u bazu në aspektin ekonomik, se do njerëz që e kanë mendu vetëm aspektin ekonomik në martesë, në fund ju ka dalë puna dallash. Po, vazhdojmë të pyetja tjetër, është e dhimbshme ose jemi fatkeqësisht në krizat ekonomike. Shumë të rinj nuk i kanë kushtet për martesë. I kanë bo vitet 24 vjet, 25 vjet. Këshirin shkojnë për Gjermani, puna në 3 muaj vinë, shkojnë sen. Mirë po nuk i kanë kushtet për martesë. Mendohen, janë në stres, në siklet, çka do bëhet me mua sen. Për shembull nuk e ka shtëpi, nuk e ka një odë më tepër, se a ka mundsi një këshill nga ju hoç? Ç'thot feja domethënë në kësi situata? Tash kur nuk i ka kushtet për martesë, duhet me shiqu pse nuk i ka kushtet. Na edhe kur ndajmë dhe një herë ndihma apo paketa për Ramazan, ku i japim njerëzve, edhe shumë interesant, e i qojmë filanit, po duhet me qu se s'ka. A i qojmë filanit, jo be anë të punuaj. Shqo tash? S'piqojmë se anë të punu, ati piqojmë se sa të punuan. Po qoj ati që ka të punuan, jo ati që ka sa të punu. Njoni a martu një gjallë, a martuan edhe qështu pa punë, qështu që jetën, edhe i ka thonë gruja i ka thonë ati, o ati njeri, puno mara t'i shka, se nesër kina me bon fëmija, s'kina halo shpi, s'kina kur gjoha dhe ketë. Habe gruja kishton t'i bojmë ja 2-3 fëmi, dalim televizor pa, kaj mi vinë këto shëqatët, në i marojnë një shpia dhe bon shpia, shka po mërzit është ti. Do thot, aje ka idejen se me lip, a na, shqiptarët, jena popull shka ndimomi me zveti.
shqiptarët e kanë popull human. Ku e kanë këtë sifat, këtë cilësi, e kanë pifejas, se duke ngula për ligjërata, na për dersa që duhet ndihmohet besimtarit me zgjedh një problem, një hall, një derë të cilën e ka. Na ndihmohemi mes veti. E do e shfrytëzojnë se po ndihmohemi mes veti, edhe të ndihmohet dikush të ma bën shtëpi, të ma bën. Abuzojnë me këtë cilësi të shqiptarëve. Po, abuzojnë me këtë cilësi. E tash, njeri duhet pak me shiqu edhe kushtet ekonomike, themelore të cilat kur ta bish gruan të shtëpia dush me qeni përgatitëm se dush me punu edhe ushqim të shtëpia, edhe bukë të shtëpia, edhe me hangër, edhe veshje. Këta duhet, po jo me këshirë ta bajmë në luksin e madh, se me këshirë luksin e madh së në krahasoheshti me pasanikët, Po me bon deri dikun çka kije mundësi ti pak me majt familje e rëski, cili lind me rësken e vet. Po, vjen rëski, apo jo? Po, vjen rëski. Allah ja bje. Edhe unë kur jam martu, kur gjon s'kam pas, po to kam me shtëpi, me këtë janë mo, paralel me fëmijët, me shtëpi, me tanat mirët këtë kena po. Këtë vinë, domethënë paralel, se do të thotë dal nga dal, kështu që mos u dëshproni, mos u dorëzoni. Hoç, një pikë që e kom nënvizu këtu është, disa thonë kam magji, nuk munden të martohem. Shpesh këtë e kom dëgju. Magjia është e vërtet. Magjin e ka njohur njerëzit edhe para kohës Muhamedit alayhis salam. Sallallahu alaihi wasallam. Shoqëri të ndryshme, edhe të jo muslimanët e din magjien këtë. Po. Se ajo ndodh. Magjia aq nuk duhet ta mohojmë se nuk ndodh ajo. Mirë po, magjia mundet me ndodh për fëmijë, mundet me ndodh për martesë, mundet me ndodh për punë, mundet me ndodh për rrezik, në shumë aspekte mundet me ndodh. E një prej tyre ndodh edhe në martesë. Po jo çdo herë kije magji. Jo çdo herë kije magji, po për këtë duhet më konsultu me ndonjë hoç apo me ndonjë rukjexhi i cili është pak i sinqert. Se rukjexhit mos mendo se çdo kush që frin edhe ban rukje e ka atë me sinqeritet. Njerëzit edhe në punën e rukjes janë duke bën disa gjona jo të hishme, e kanë abuzime, komercializu shumë këtë punë. Edhe shkojnë njerëzit për pak e për shumë, kije magji, edhe i bojnë vezvese njerëzit. Te ne ka vezvese shumë. Ka vezvese. Një shembull po bëj thjesht. E një grua dikun në familje, merr një pargërshon. E një fustan dikun, veç preja pak. Garantoj, nuk u bën ajo vezvese me nga në përkësi rukjexhi mitët. Pse? Që e gjinët ma banan, këtë ma banan. Bëhet vezvese njeri, jo që ka dishka, apo vojet. Kelps ne i thojmë. Jo se di se i thoni këtone, kelps janë si loj, jo mi, po as bukull, ato i mledhin vojet. Ata është ki Allahu çdo krijesë e ka dhënë rrezikun e vet. Për shembull, lethijet. Na për mal bën, na për vene fella shumë. Edhe ato kitrët mbledhin lethija, kur të vjen e koha ata lethijeve. Mbledhin lethija edhe i shtin në për vrimat, fella, ku s'mundet me deportu njeriu. Së një gjon. Me shku me jagjet atë venin, ku i ka ato lethijet, 50 kg, 60 kg, 100 kg, mundesh me gjetë lethija. Apo vetëm ajo e di ku janë. Për çka i çon atje? E siguron ushqimin për një vjet. E siguron ushqimin për një vjet. Kitra. Kelpsi është hina për vrim, mundet me hi, që? Në pronos mundet me hi, se është pak pa ashtë. Hi ku sta mërmenja. Ato vojet i hanë shumë. Edhe une e kam po për rrugë, për asfalti, se e ban vojen. Që sjell, ata, Allah ja ka mundsuar ati asaj krijese. Edhe ajo, ka makesh në hoxhak, dikun në shpinë, tavan, tran, dikun ku sta merr menja, edhe ai ku nuk ja merr menja se njeri shkon me gjet vojën, shkon e mshen, e ka ushqim për vete ata. Ai e mshen për vete ushqim. Edhe kur e gjon dikush, që magjina bana neve. Shkon te rukjexhia, magjia e gjinë te ka tavan. Jo, se ka prunë se na edhe në katone dhe i kena pa edhe me si, kejtë se si i ban kelpsi. E kur shkon, të bojnë vezvese pak ma shumë. Po jo mëraja ka ushqim ata për me hangër këtë.
thashtë nuk duhet me mohu që nuk ka magji. Hoq, Allah të shpërbleft që e cekit shikit se ka shumë pyetje që na vinë neve që të thënë e kum gjetë nevoje në tavan, e kum gjetë nevoje në banjo, e kum gjetë nevoje këto, do më thonë që kjo çështja e kelpsit, do më thonë. Nuk e di jo këtu në Shkup, si thonë na kelps e përdorim këtë fjalë, ai i ban vojë. Do më thonë një insekt, një krijesë e cila i ban vojë tani tek ne pse ka ushqim. E ka ushqim ata, ajo e ka ushqimin e vet. Po, interesant. Edhe njerëzit tash për pak e për shumë ti bojnë vezvese njerëzit, të kenë klienta më shumë, të kenë atane, po nuk duhet me manipulu me njerëzit. E mundet edhe magjia me qenë edhe në martesë. E kjo ka nevojë për rukje, për një rukjegji të sinqert. Allah i shpërbleftosh. Disa thonë nuk martohem sepse du me shiju jetën, thotë. Jam i lirë, s'kam përvjetësi. Si u kështë përgjigjë kësaj? Ata njerëz të cilët nuk martohen të shijoj jetën të jenë i lirë, ajo mundet me qenë shkurt një kohë. Shkurt një kohë. Amo duke shiju atë jetën që frenume, ju ngushtohet jeta. Femen a'rada an dhikri, fe inne lehu me aishatën danka. Kush largohet, thot Allahu, prej fejas time pak, prej rregullat fejas, prej standardeve të fejas, thot ka me pas jetën e ngusht. I ngushtohet jeta. Ai hec dikur i bëhet shumë monoton, edhe për atane këtë gjonët bëhen, nuk ka ngu muzikë, dikur thot, po jo be, nuk e kam për aram, po së më dëgjohet më muzikë. Ka shku në dikur s'koteja, ka shku adje, këtë i ka provuat, të gjona, ato me ko largohen, edhe ma në fond thot, jo valla, knatësien për gjojnë që tonë ndinë. Martesa është për me shiju jetën, jo mës me shiju jetën, se kur të martohesh, edhe kije pajtim me gruan, edhe Allahu t'jap fëmi, i shef fëmijët për para, gëzimi maj mala që atëherë, kur Zoti i jap njerit fëmi, përse se le e dja i shka ka fëmi, a i shka nuk ka fëmi, gjithmonë rri i mërzit shumë, ban doa, ban lutje, e qonë gruan në për loj spitali, vetëm ta sjellën një fëmin do njot knaqet me fëmijën. E knaqësia është martesë. Ajo tjetra nuk ka knaqësi, po menon dikur se është knaqësi, ajo është shfrenuar. Merr keq kur ndëgjova një ditë një analist, publicist, çka dush thuj, tha vetëm budallt edhe fukarat martohen herët. Tash kjo analistët e Kosovës janë trendet o janë më të mendshëm. Tash trit më një herë mendon, po valla çashtu është, ma mira peçoj një herë çashtu në jetën. Jo. Nuk na ka mësuar neve feja jon ashtu. Ai mendimi i atij është, për dikan mundet me qenë shumë fjalë mendshme. Për mua fjala ajo çka ja u baj apel rinjes me fjalë të këtyre, apo si tha një edhe çashtu në një këngëtar, apo diçka është ajo. Tha pare kam kërë, thash kam duhet një veç me prunë të shtëpia. E burri e konsideron si veç. Jo, atrit ndikohen për kësajna. A fakt se ndikohen për këtyre muhabeteve. Po na e kena islamin, e kena fejen, e kena dinin, e kena Kuranin, e kena ati ku e gjon njeri udhëzimin me qenë i gëzuar në këtë botë edhe në botën tjetër. Se ato e kujnë se feja ka diçka për botën tjetër. Këto çka nuk kanë shumë lidhje me islam me feja. Jo. Allahu në ka qune e fejen me ndreq këtë jetë. Me ndreq këtë jetë, me regullu këtë jetë, me feja, me standardet fejas, që të jetojmë të lumtur të kënaqëm, se jeta pa feja, nuk ka jeta jo. Jeta pa feja. Pyetja ato, nuk kanë kur një shfa jetë. Ne kënaqëmi. Edhe nëse kena fukarallëk, kënaqëmi. Edhe nëse kena zenginllëk, kënaqëmi. Pa më parasysh çfarë jetë kena, na dimi më u kënaq. Apo jemi më të kënaqëm se tjerët. Shumë e qartë, po. Ata na i morim na udhëzimet nga Muhamedi alayhis salam, ku këtë botë sot e njeh si udhëzimi më i madh i njerëzimit. Këto çka folin ato fjalë, një sugjerim apo një apel rinjes, mos u ndikoni me fjalët e këtyre. Alhamdulillah. Hoç, atëherë shkojmë kështu zyrtarisht kështu, si bëhet martesa sipas fejes islame? Sipas fejes islame, martesa ka tash dy raste. Kushtet e nikahit edhe ajo urfi,
apo tradita. Çdo popull e ka traditën e vet. E qartë. Në rënd të parë duhet njëri me pëlqe kanë e merti për grua. Edhe gruaja për burr. Edhe gruaja për burr. E thashti për me feju një vajzë duhesh islamikisht duhesh me pa. Të na tradita ka qenë përpara nuk e kanë pa. Ja e kanë feju njerëzit, pa gruan edhe çashtu. Natën e parë të martesës për herë të parë ka po. E tash bëhet një herë e pamja, e pëlqen djali, vajza pëlqen djalin. Pastaj bëhet kërkesa. Kërkesa bëhet nga ana e djalit. Edhe bëhet pëlqimi nga ana e vajzës. I thonë ijab edhe kabul. Njëri e bën kërkesën, tjetri e pajton. Pas kësaj ndodh edhe fejesa. E kur ka fejes, kur fejohen ato, ja bojnë për hajr njëri tjetrit. Baba i vajzës i thot për hajr bien teme po ta jap. Atëherë është ndalume me shku me lip të atë vajzë. Edhe para se tjetër kush. Po tjetër kush do ani, është e fejuar ajo, s'ka bëni qap, unë shkoj e lipi, i them shka, o ti djalë, o ti burr. Ti vajzën ja ke dhënë filanit. Po ai filani është fukara, s'ka buk me hangër, pe merr çaf vajzën tane. Ai tjetri atje e ka villën, atje e ka shtëpinë 5 kat, e ka dishërbatoren, aty e ka një këtë jetën të mirë. Ku beçon edhe këtë çka thot? O i bi. Pse po shkon në këtë vend? Ta i fukara duke ja pasën. Na dulmi shanse mirë. Edhe i thot ja peprishje thot një qajnë. Edhe gjojnë atëherë janë të ndodhë këto sene, këto të na. Se na në shoqëri jena, në këti rasti, kësi probleme që ka pëndan, pse dëshira dikon me shku atje, tash e ka të ndalume, muslimoni me shku me lyp një vajzë, deri sa është ajo e fejume. E qartë. Me shku me lyp, me aprish ati tjetrit, kjo është ndalume. Pastaj vjen bëhet një qaj, kurora. Mas kurorës bëhet edhe martesa. Këtë kjo shkon si mas urfit edhe traditës venit. Po një gjonë duhet gjithmonë kemi parasysh. Nëse është traditë e mirë, nuk vjen kundërshtim me islamin, me fejen, ajo duhet kultivohet. Ajo traditë. Po nëse është një traditë e keqe e martesës, edhe në kundërshtim me islamin, ajo duhet me u largu, sepse ka pas të na dhe bestytni, ka pas adetet këshia, lloj vene dikun kam dëgjuar se kur ka hin nusjat e praku me raki, me alkohol, me prek derën, me prek diçka. Më shtesh e bëjnë me sherbet, më duket. Po, ato gjona janë bestytni, ato duhet mi larguan. Po traditët e mira që kanë shkojnë mirë spari, shkojnë mirë stadje thirrën, këto janë traditë e mirë, ajo duhet kultivohet. Do të thonë shkon kjo qeta sipas traditës të venit. Arabët e kanë traditën e vet, na e kena traditën tonë. Çish e kanë arabët? Si po, ai bash më intereson pse është edhe emisioni kështu pak relaksues. Si bon te arabët martesat? Se ti e di unë po. Sa kam bisedu me njerëzit me arabët, shkojnë i çojnë haber, po vjen filani me talip çikën, edhe ai interesohet pak se kush çka edhe pranon. Edhe kur shkojsh, ki djali shkon me dikant familjes, te vajza del jo jep ka një kafe apo një diçka, edhe ati shifën pak, edhe pastaj e këshirin apo pranojnë njëri tjetrin. Nëse pranojnë, atëherë e bojnë fejesën, edhe masanej shkon edhe martesa. Po, martesa thënë e shtrenjtë është atë, është pak e shtrenjtë se e lipin një qajnë shumë shtrenjtë. Ato, atje është pak e shtrenjtë. Martesën kër i bojnë ato darsmët, i bojnë bashkarisht. Nuk i bojnë sikur na djalin veti i ban darsëm, vajza ban veti darsëm, tona shkojnë martohen. Atje kur thirrën njerëzit, edhe vajza i thirr familjes vet, edhe djali i thirr familjes vet, e paguajnë bashk restoranin ku e bojnë darsmën, e bojnë në një vend. Një darsëm bëhet për të ditë. Mu më ka ndodhur rasti, kam shku në darsëm nga ana e djalit. Nga ana e djalit në Arabi. Po e kam pas një kushi aty Arapa i Jemenit, ai vajzën e martojke edhe mu më ka thirrë me burrat, atje me shkuën në darsëm vajzës, do me thonë, bëhet me një vend, martesa, bëhet me një restoran, e bojnë bashk. Nuk bëhen dy darsma, edhe vajza edhe djali, këtë e bojnë me një vend darsma. Folet në për popull se Arab martohen me 4 gra, do me thonë poligamia, sa është e vërtet kjo? Jo, terin 2 gra marrin Arabt.
3 dikush 3, po pak më radh. Po dhe atje mos mendoj se janë qaq let, se unë tash bisedoj me do shokët e mi të cilët i kanë dikush ka 2 gradë këtë, edhe ato që janë me 2 gradë, atje i kanë problemet e veta, se është pak rang gruaja ta pranoj ortakën, që i thojmë na. Shariatisht, si mos shariatit është e lejume, po terin di, ato 4 gradë, ndoshta ato princet e mëlloj, funksionarët e mëlloj, Big bossat. Folim çka nuk i dim edhe shumë punët. Se kërkush nuk ja dim brendësinë e atinve, mu vjen shumë interesant, filan princi $200 milion kish në atë bank, $300 milion ja këtë, po ti vllavitansja disa pare i ka në xhep, ati po ja di shifrën e madhe të pareve që ka në për banka. Nuk i dim në ato bash thellë ato çka kanë, po mundet me pasë dikush 3-4, po tani me di të arab tani një numër i konsiderueshëm i kanë ka 2 gra. Hoxh pak na tregon diçka nga historia, nëse martesa e një sahabiu, martesa e ndonjë nga selefi, martesa e ndonjë nga dietarët. Tash na intereson. Seleme i ka vdek burri, edhe ka met e vej, edhe ka shku e ka lip Ebu Talha, një sahabi. Po kina të ko s'ka qenë musliman. Edhe kur e ka lipën ajo, mirë po pëse s'ka qenë musliman, e ka qenë burri mirë. Se Muhammed a.s. thot, en nasu kel meadin, khijaruhum fil gjahilije, khijaruhum fil islam. Njerëzit janë si dzehet. A i cili a i mirë në gjahilet, a i mirë edhe në islam. Pa i keq në gjahilet, i keq edhe në islam. Për shembull, hekuri, kur është në minier, në tokë, është hekur. Po kur dalën në treg, masi të proponohet, shitet me çmim të hekurit. Ari, në minier është ari. Po kur dalën në treg, shitet me çmim të arit. Atje i shtrenjt, këtu i shtrenjt. Qimiri, në tokë i lirë, në treg i lirë. Ashtu është. Ebu Talha ka qenë burr i mirë. Mirë po ajo i ka thonë, ti e së në të refuzoj se i e burri mirë, amo ti nuk i e musliman. Ka thonë, e mehrin e ki e qëtrejt të une. E sabe kushton a i meher, thot ta pranojsh islamin. Edhe ka pranu islamin, a bon sahabi, për tyre, thojnë djetarët, meher më të mirë në histori se mehri e Ebu Talhas nuk ka pas. Thonë mehrin e ka pas, kër i ka thonë qëtrajt, a i mënere ka menuën se finan me pare. Pare shumë. Meher, edhe prej këtine kanë dalë shumë djetare, sahab djetare, të cilët e kanë përcel dinin e Zotit. Kjo ishte nga sahabët. Nga selefët, për një rast po e tregoj jo për selefëve që ka tregu Muhammed a.s. të Ben Israelit, që ka ndodhë. Po, popit më ersh. Që ka ndodhë më herët. Thot, njoni e ka shit një tokë, edhe qëtëre e ka ble. Të e punu tokën, e ka gjithë një qyp me lira. Opa. Edhe merë qipin, ja këthen ati, thot, kishë qenë në tokë, të ara jote që e kam ble. Thot, punës se kam ditë, po se ke ditë mere. Thot, unë të kam shit arën, edhe shka ka në ta, s'muj me morë të prapë. Kje thot, unë të kam shit, unë e kam ble arën, ama s'kam ble lira, altan s'kam ble. As njoni s'pe pranon. Edhe kanë shku të një njeri i meqëm, të një djetar. Kanë thonë, në jabe një kshil, thot, unë ja kam shit arën, me shka ka në ta, pas se kam ditë se ka altan. Kje ka gjithë? Kje ka gjithë, po ma këthen mu. Kujt i takon kjo? A këti, a mu? Ki kure ka pas se as njoni s'pe pranon. Të ditë njerëzit devoqëm, njerëzit mirë. I ka thonë, ti a ki e fmi, qka ki e thot e kam një gjallë, a i martum, sa i martum. Ti që ki e thot e kam një vajzë, e martum e thot, sa e martume. Ti kanë e muslimani mirë, edhe ti muslimani mirë. Dhe thonë njeri devoqë, ka thonë, hede martone ato di, e ja për një këtinve, as njoni musliminni. Edhe i kanë martu bitë të tire, edhe atë pasoni e kanë marrë ato e kanë zhvillu jetën. Qa në foke. E tash në kohën moderne, më duke thave, edhe një dishka. Po, tash e kum shkujt këto, në kohën moderne, na trego diçka hoq.
Për në kohën më dere pak edhe pak relax. Apo po kthehemi te arab, se thash shumë sene na lidhen me arab. E përmendëm më herë se mehrin e kanë shtrenjt arabët. Edhe shkaku i mehrit është edhe vënimi i martesës. Një djalë a njoftu mu një vajzë. Edhe baba i vajzës nuk ka qenë i pajtimit vajzat martohet me atë djalë. Po mas i vajza pedon, ka pranu, çka me bo, pak pizorit. Edhe kuren puna me lip mehrin, thot, une s'kam çka lipi meher, po vetëm se duhet dishka me qenë mehri. Pa meher nuk ban, mu martu, une du një limenk Pepsit. E Pepsi ka qenë deri para disa viteve një real. Një limenk, ajo i ban 13 dinar me pare tona. Me cent... Një real. 10 cent. Po dhe 4 real e diçka është 1 euro. E 1 real ishte një limenk e Pepsit. Edhe me qata meher. Për mos me lon pa meher. Edhe aja jap 1 real, se mehri aty për aty ipot. Martohen, e bojnë një fmi 2-3, po nëllin mos marveshët. A këtë djali tanë kohën, ka një herës si në hajgare, po në nëshmonë këtë gruin. Oj limenk. Do me thonë, një limenk me hriot. Oj limenk, edhe kësaj për jep hatri. Edhe ndahen, prishët kurora, këtë. Mira mo, një kohë, fëmijët e dojnë nanën e vetë, edhe ajo që të konë se po martohet, po duhet me bon kunor tjetër. Më ullë me bon kunor tjetër. Prap me qa që ka e la. Po, e shti kur vinë, kjo vajza ka morë men. Jo, tha shti, 50.000 euro po lipë. Shumë pare. Që ka me bon ki gjalli? Fëmijët tjetër nonë zdojnë në shpi, lipë a gje borqë, merë a gje, merë këtone i kishmon 50.000 euro, edhe ja jap meher. Edhe kjo kthejat, e vazhdojnë. Ishte ki po rri këtu, ajo gruja po punon atje në kuzhinë, edhe po prita pi thot, oj limenk. Edhe ki po do me porosit një kafe, një çaj. Oj fabrika e Pepsit, beva be një çaj, thos. Ti jo fabrika e Pepsit, jo limenk. Vallaj, shumë tregim shumë interesant. Hoq, një qoj, në shpjego rreth kësaj teme ma gjënësish nëse ka mundësi, edhe ndodhin në shtet për shembull. Din një qoj, do të thonë një që ka e bëjna me hoz, një me shtet. Që i bëhet martesa. A ka mundësi ma gjënësisht për një qoj me na kallëzu? Bash pikja e qëllume se shumë po na bëhet kjo pikje na për dhoma, ku po shkoj me bën një qa, po thoj njerëzit pse me bëna po në shtet, po e bëjmë një qajin, edhe këtu po e bëjmë një qajin. Një qa, shka do me thonë, nikah arabisht. Në kuptimin etimologjik, do thot nikah mi bashku dy sene. Dy sene mi bashkuan. Do thot kur bashkohen moshli edhe femna. Kurse në aspektin terminologjik, nikah do me thonë kurora e cila vihet mes burrit edhe gruas, edhe ato për me pas jetën e tyre bashkëshortore, edhe me u ditë kush kanë e ka burr, kush kanë e ka grua. E ta shpiqja kur buen se pse një qaj në shtet, a nuk mjafton një qaj në shtet, se kurora ban pjesë në atë, i thujnë muamelat, marrëdhëniet ndër njerëzore. Se Islami një pjesë është besim, një pjesë është moral, tjetra marrëdhënie shoqërore. E kjo pjesë e standardeve të shoqërisë një qaj. Çdo shoqëri e ka një qajin e vet. Po në Islam është më i vjetër. Këtë e kanë me vonesë, në Islam a pinkojnë e Ademit a.s. Një qaj. Si sistem, regull, shoqëror. E tash një qajin, secili shtet i ka me kushtet, me standardet e veta, e ka një qajin. Te ne e bëjmë një qajin në shtet, e bëjmë një qajin edhe hoxha e ban. E tash edhe pikja kur bëhet, pse e bani një qajin, jo hoxhallar kur e se ka bën shteti. A i qetri thot, çka jeni duke lujt kjo me këto lira, 10 lira, 5 lira, 7 lira, një umbre, një haz, një diçka. Kush i rrim mas asaj? Besimtari, mas kësaj rri karakteri njeriut. Tash një qaj është një. Nuk ka nevojë mi pas dy një qaj. Amo një qaj ka pesh. Ka pesh.
pa niqah gruaja e ka të ndaluar me shku nuse. E të na niqahin në shtet, plot njerëz e neglizhojnë. Mas i martohen, ma vohen dikur se po duhet dokumentat mi bon, shkojnë bon henez niqah. Mirë, tere atë ditë, çka u bon kjo pa niqati? Si martu pa niqah? E kam niqahin me hoq. Në të kundërtën, tash nevoja e popullit tonë, e rinisë tonë, ka qenë me dalë në Evropë, me punu. Për me bon dokumenta, me vazhdu punën, jetën atje, e vetëmja rrugdalje ka qenë që martesa. Me u martu më një vajzë apo një gruje të ati venit, e cila është me dokumenta, është në shtetas e ati venit, edhe ti për mes asaj me bon dokumenta dhe me vazhdu jetën edhe punën atje. Nuk e bojnë krejt prej qefit, po plot për nevojës, për dalë me punu. Çka bojnë? 2 kurora në Evropë asku nuk lejohet. Në Arabi po. Amo në Evropë nuk lejohet. Dush me morë një dokument të gjendja civile, gjendje e lirë martesore, i thojnë asaj letre, dush me shku me morë, me shku atje me thonë se unë nuk jam i martum, edhe me u kurorzu atje. Çka bojnë? Shkojnë atje në gjyq, edhe thot, unë i peprishi kurorën me gruan teme, amo gjyqi nuk kanë kasht ato. Se e din se mujnë mu kriju probleme mas. Çka thot? Ti peprish një qajnë? Po. Çka kene pasoni? Këtë pasoni. Në shkrune. Pasonia kjo, kejt, qonë me në shkruj gjyqi, se ai nuk i krijon vetvesës probleme. Edhe ti e prish një qajnë atje. Kur ta prishësh një qajnë, gruja masa e joqja. Ki prish një qajnë. Në vërtet. Kur ta prishësh një qajnë, e merë gruën, e qonë të bëva vetë. Me thonë, unë se kam o këtë gruje. Kjo, qika jote, greje me nuk ka. Më jo, e kam në një qajnë me hoq. Po atëre. Atëre një qajnë me hoq. Para shka, cili qenë ka ma me vlerë? Një qajnë me hoq. Plot shka janë në për Evropë e kanë prish një qajnë atje në shtetë. Nëse i thojmi se ki me hoq nuk ka asgjon, a në shtetë anë dishka, atëre shko, ja grujen lishoj, ja shko bajnë një qajnë edhe njerë. Me një qa nuk ka loj. Shumë i qartë. Me një qa nuk ka loj. Gruja duhet më ditë kanë e ka burë. Se pa një qa nuk e ki e gruje. Në vërtet. Hoq, edhe një pyetje për në fund, shojmë martesa në xhami. Shpesh, disa preferojnë me i bon para hoxhës në xhami. Si e komenton këtë? Nuk ka dishka as urdhër, as ndales më bon një qaj në xhami. Një qaj bon, në kone Muhamedi alayhis salam e kanë bon të xhamia. Po dhe tash edhe më vonë, kur ishte në kohën studime, edhe në xhamin e pejgamberit alayhis salam edhe ati kanë bon një qaj. Po njerëzit janë, i thojnë me dhun shar'i. Ata të cilët kanë licencë për me bon një qaj, edhe e bojnë një qaj. Ose në zire, ose edhe në xhamin Muhamedi alayhis salam disa e bani. Ka kanë sunet në xhami më bon atëre. Po, jo, nuk themi sunet, po S'është keq. nuk është keq, se edhe me dash disa trive mi thonë, hajde bani një qaj në xhamin, nuk do me bon. Nuk e bojnë, plot nuk e bojnë. Pse ai tashon e mendon pak më modern e ku në vetën, pa ai cili do me bon një qaj në xhami, do me thonë jetën e vet do me nis prej venit ku bën ibadeti. Më veç ka fillu hoxhës, unë pisha dona për Facebook sen për i postojnë Po. me fotografi në xhami, edhe mashkulli edhe femra, buri dhe gruaja. Do më thonë vinë xhami Po. para hoxhës, martohen. Po, e Që bojnë. është mirë kjo. Për mendimin tem, është kjo mirë se po fillon jetën në xhami, në bazë, ku është baza e ibadetit në xhami, edhe një qaj është ibadet. Jashtë asaj shka rregull shoqërore edhe është ibadet, edhe për mendimin tim mendoj se nuk ka ndonjë ndalesë me u bën një qaj në xhami. Alhamdulillah. Hoxha Allah i shpërblet për pjesëmarrje. Amin inshallah. Po në këtë sezonën e tretë këtij podcastit e kam bën një tradit kështu, ka një pyetje në fund hoxhallarëve pa paralajmërim, pyetje pa paralajmërim. E për juve e kam zgjedhur një pyetje, çfarë mendoni për Hoxhën me Tush Mehmedi? Hoxha me Tush Mehmedi. Me fol mirë, thoni po fol se e kije dost. Kam dost. Shikuesit nuk e din. Ë? Shikuesit nuk e din që e Nuk e din, kije. po që po i tregoj se e kam dost. E kam dost. Po. Me Tush është hoxhi i cili në davetën e tij ka pas sukses. Alhamdulillah. Edhe formën e shpjegimit se nuk e kanë këto xhallartë shpjegimin e njëjtë.
dikush ma serioz, dikush ma hajgare, dikush po çdo hajgare e hoxhës nuk duhet me marrë njerëz se hoxha është hajgaregji. Po shpjegimin mundohet me bë pak më mirë, më interesant, më relaksues se e ki po ato që shesin mall që shesin, që punojnë në dyqan, ato mundohen me ditë psikologjinë e njerëzve, e qartë. Se ai çka dëshiron apo si dëshiron edhe në formë ja bën reklamën. Molla Metushi e ka atë formën e vet si me bën shpjegimin pak më të qartë, më të thjeshtë me u bën njerëzve. A kështu nga jeta e tij, na trego diçka për mua. Se kjo është, a diçka është një qëllimi që kem ti vetë hoxhallar. Se boll më folëm për njëri tjetrin keq. Kështu që ti mësojmë shikuesit që duhet me fol mirë për njëri tjetrin. Kështu që na trego për Hoxh Metushin pak më shumë. Po nuk e di tash a me fillon jetën private, s'unë me atë jetë kam kaluar. Po, dhe po. Kena histori. Ti, po. Kena histori me Hoxh Metushin, po Hoxh Metushi janë dashamiri dinit, i fejas. E don dinin, e don fejan. E një hoxh i cili e don dinin, e don fejan, edhe nuk e ka vetëm se interes, ai është hoxh i mirë. Krejt xhallar janë të mirë. Secili hoxh në atë aspektin e vet mundohet me ndihmu fejan. Se spaku ka mësu për fe. E ka studiu fejan, e ka studiu hadisin, e ka studiu Kuranin. Aq sa di, a munu me punu pak për din. Tash, me të pyet ti, cili profesiona më i mirë ti kishe me thonë gazetarëve? Me pyet mjekun thot mjeka më mirë, mësuesi thot mësuesa më mirë, secili profesionin e vet e don më shumë, edhe e lavdron më shumë, ka qejf të favorizojë më shumë, këto janë rregull, këto janë profesione të mira, po profesionin e davetit, shpjegimit fesë, Allahu ka thonë وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. A ka profesion më i mirë sa ai i cili thot apo thirr në rrugën e Zotit, bën vepra të mira edhe thot jam pi muslimanëve. Do të thonë gjithë i takojmë këtij profesioni, këtë mundohemi na se feja a bazë e çdo çkafit. Na me feja kena dëshirë që mjekun me ngrit, mësuesin me ngrit, politikanin me ngrit, se tash ku po jetojmë na në këtë kohën tash, sidomos te politikanët, edhe të xhallarët po ndodh shamje mes xhallarëve, po shohim edhe të politikanët mundohen për me ngrit veten duke e shoh njëri tjetrin. Nuk ngritet vetë duke e shoh kolegën tanë, se në fundit e kije ti oponent politik, e kije atane, nuk e kije armik, në gjithë na shqiptar, gjithë atane, po delti me atë platformën tone, po jo mi shoh njerëzit, jo me akuza njerëzit, me shpif nda njerëzve, se nëse nuk e ka ai, ti ka me të kthia jo. Ku që thuj dikuj një fjalë çka nuk e ka ata, thot Muhamedi alayhis salam ngritet ajo fjala në qiell, se pranon qiella, toka nuk e pranon, gjatha smajtet, apo do të kthehet te njeriu. E tash edhe të xhallarët pak ndodh, po pak më pak ajo, po për mendimin tim gjithë xhallarët janë të mirë, po dikush janë pak më mirë se ai tjetri. Ata gjithë janë të mirë. O xhallaj shpërbleft, për fund akideni diçka më shtu. Allahu i shpërbleft edhe juve për këtë thirrje çka na banat në studion tuaj këtu. Shikues, kjo pra ishte emisioni me Frim. Shifemi javën e radhës në orën 20 çdo të martën në YouTube e chanelin Audio Nurit. Selam aleikum.